Pas më shumë se 100 ditësh në shtëpinë më të famshme në vend, Gjesi u shpall fitues e edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke rrëmbyer zemrat e publikut me rrugtimin e tij emocional dhe të sinqertë. Menjëherë pas fitores së madhe, ai ka reaguar në rrjetet sociale duke falendëruar të gjithë ata që e mbështeten në këtë garë të gjatë. Përmes një video të postuar në Instagram, Gjesi është shprehur i emocionuar për përkrajen e madhe që ai ka marrë. Faleminderit nga zemra për këtë vlerësim. Jam thellësisht mirënjohës për mbështetjen dhe besimin tuaj. Ky çmim nuk do të ishte i mundur pa ju. Faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugtimi me mua, deklaroi ai. Ky postim i tij mori mijëra komente dhe mesazhe pozitive nga fansat e Gjesit anë mban botës. Na du të themi se fitore ka qenë më se e merituar për të. Dhe normalisht, momentet emocionuese kur Gjesi është përqafuar nga prindërit e tij nuk kanë munguar. Faleminderit gjithë shqiptarët anë mban botës, besoj e kam merituar. Faleminderit Zotit, familjes dhe publikut, u kryq çdo sen. Ishin këto fjalët e para të Gjesit pas triumfit të madh. Dhe për të mos ta harruar këtë detaj, vetëm pak minuta pas shpalljes si fitues profili i tij në Instagram njohon një rritje të menjëhershme të ndjekësve. Nga 544.000 që kishte më herët, numri u rrit me shpejtësi, duke arritur në mbi 560.000 ndjekës, që normalisht do të vazhdojnë akoma të rriten.